Fasulet jeshile ose fasulet mung, ja vlerat e tyre dhe përse duhet i përdorim. Fasulet mung, një lloj legume vogël ngjyrë jeshile, e cila është pjesë e familjes së bizeleve dhe thjerrzave, është një burim i lartë proteinash, fibrash, antioksidantësh dhe fitonutrientëve. Megjithse në pjesën më të madhe të botës ato janë më pak të popularizuara sesa varietetet e tjera të fasuleve si qiqrat ose fasulet e zeza, fasulet mung sjellin disa përfitime të mëdha shëndetësore. Ndërkohë që fasulet mung mund të jenë të reja për shumicën e njerëzve, ato kanë qenë pjesë e dietave tradicionale ajurvedike në Indi për mijëra vjet. Fasulet mung janë konsideruar një nga ushqimet më të dashura në praktikën e lashtë indiane, që ka qenë një formë tradicionale mjekësisë që rreth 1500 vjet para Krishtit. Këto ditë fasulet mung kanë filluar të shfaqen në treg si shtesa për proteina, supra të konservuara dhe në gatimet e restoranteve si shoqëruese. Pra kjo është ajo që ju duhet të dini për fasulet mung. Fasulet mung janë një burim i lartë i ushqyesve duke përfshirë manganin, kaliumin, magnezin, folatet, bakër, zink dhe vitamina të ndryshme të grupit B. Ato janë gjithashtu një ushqim i plot të larta në proteina, niseshte rezistente dhe fibra dietike. Kokrat e tyre të thata mund të konsumohen të papërpunuara, të gatuara, të plota ose të ndara, të fermentuara ose të grira dhe të bluara, të bëra miell. Për shkak të densitetit të lartë të ushqyesve, fasulet mung janë konsideruar të dobishme në mbrojtje kundër disa sëmundjeve kronike të lidhura me moshën, duke përfshirë sëmundjet e zemrës, kancerin, diabetin dhe obezitetin.